përmbledh. Ja beson fëmijën një psikologu nëse e vëren që ka realisht probleme? Pra, a ka ndryshuar ndoshta mentaliteti për të çuar fëmijën tek psikologu për të marrë shërbimet e tij? Po, vitet e fundit është parë që prindrit janë bërë më të kujdesshëm, sepse duke marrë një informacion, sot ne kemi teknologjinë, i cili është një mjet që ty të përcjell një informacion në mënyrën shumë të shpejtë të mundshme. Dhe kjo ka sjell edhe ndërgjegjësimin do të thosha të prindërve për sa i takon edhe problematikave. Sot kemi një numër të lartë të fëmijëve që janë me probleme të autizmit, por kemi fëmijë të cilët janë me probleme për sa i takon shregullimeve të të folurit. Pra, kemi problematika nga më të ndryshme dhe prindrit tashmë janë ndërgjegjësuar dhe në momentin që vën re që diçka nuk shkon me fëmijën e tyre, kur shikojnë që bëhet një fëmijë i cili nga një fëmijë aktiv kthehet në një fëmijë të tërhequr, pra nga një fëmijë i cili do thosha nuk ka pasur element shqetësues siç është frika, bëhet një fëmijë i cili fillon dhe shfaq shenja të frikës. Pra, prindi fillon me njëherë shqetësohet, ashtu siç kërkon ndihmën e mjekut kur preket nga virozat, patjetër që kanë filluar të kërkojnë edhe ndihmën e psikologut dhe ne këtë e vëmë re edhe në mënyrën dhe qasin që kanë tashmë kundrejt rolit të psikologut, sepse nëse deri dje është parë njësoj me mjekun psikiatër duke menduar që ke probleme të shëndetit mendor dhe ti patjetër do të kesh një diagnozë aty, tashmë mendimi ka ndryshuar, pra nuk është i njëjtë ai mendim që ka qenë para disa viteve. Dhe unë mendoj që kjo është një gjë e mirë, sepse në fund të ditës, prindi ka nevojë për këtë lloj shërbimi. Pra, pa shkuar te mjeku, nëse është një problem i cili mund zgjidhet nëpërmjet psikologut, është gjëja më e mirë që të vizitojë një psikolog, të konsultohet, të marrë një konsult me të dhe pastaj nëse është e nevojshme mund të vazhdojë në hapat e tjerë. Ne e dimë që tashmë kemi maturantët që janë viti i tretë dhe kanë provimet e tyre të lirimit dhe po të shikoni pjesa më e madhe e prindërve që ankohen është që fëmijëve ju është shtuar ankthi. Pra kanë një gjendje ankthi, një gjendje shqetësuese e cila nuk i lejon ata që të kryejnë aktivitetin e tyre. Dhe kjo vjen për efekt të kujt? Për efekt të presionit të madh kohor. Duke të falenderuar, nuk mund të mos e bëj pyetjen sepse para jush pata edhe një lidhje me gazetarin e politikës nga parlamenti. Kush ka nevojë më shumë për psikolog? Parlamenti apo institucioni shkollë? Unë do të thosha në radhë të parë ka nevojë e gjithë shoqëria shqiptare, por ajo që kanë më shumë do të thosha ka nevojë për ekspert komunikimi, sepse nga një komunikim jo i mirë rrjedh e gjithë pasaj ajo ngjarja shkak pasojë e veprimeve të tyre. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju.